dhe në dëm të shtetit shqiptar. Rumullaku? Nëse mund të shtoja diçka, në fakt, sipas unë mendoj që Banka e Shqipërisë, institucionet tjera patjetër i kanë mundësitë jo vetëm të pengojnë, por edhe të vlerësojnë në fakt se sa është impakti i gjithë këtij procesi të nëndeshëm që sjell fonde në Shqipëri, si shtatë Grigelci që denatyron çmimet, që prish konkurrencën, që rrit çmimet, rrit qeratet, gjitha këto. Patjetër që në këtë rast edhe në botë ka mundësi tjera të pasirin parave, patjetër ka mundësi edhe shtetet tjera, cryptocurrency që quhen e tjera, po ky përqendrimi në një moment caktuar i kthimit të këtyre fondeve në Shqipëri me nxitim, me sa duket, ndoshta edhe për shkak proteste dhe me të tjerë, me nxitim, patjetër unë e shoh me shumë shqetësim faktin që nëse ne kalojmë poshtë pragut 90 lekë për euro, pastaj mund të jetë edhe më e vështirë të përmbahet ky lloj niveli që është tani dhe patjetër jep impakt edhe më shumë pas në të gjithë këto sektorë që janë tashmë të dëmtuar, eksportet, bujqësia, të cilët kanë do të kenë shumë vështirë. Ky është sektori që prodhon fakt, do të kenë shumë vështirë të ngrenë kokën dhe të rimarrin veten duke qenë edhe pranë le të themi atarësimit në Bashkimin Evropian. Dakor, do të mbetet për të parë në fakt. Flavio, për të shtuar dhe diçka se e harrova. Nëse bëhet fjalë për një kusht euro që të shkojë në nivelin e 90 lekësh, do kemi të bëjmë me një rënje të eksporteve eksponenciale, që do të thotë eksportet nuk do të bien vetëm për shkak të kushtit të euros, por për shkak të falimentit masiv të kompanive të cilat eksportojnë. Sot eksportet shqiptare lidhen me të themi energjinë elektrike, lidhen me mineralet, lidhen me bujqësinë, lidhen të themi me fasonerinë. Dy sektorët e fundit, të cilët janë më sensitivët, gati mund të falimentojnë nëse ndodh një proces i tillë në të gjitha kompanitë që mund të ofrojnë të shërbim. E njëjta gjë do ndodhë edhe me dy të themi eksportet kryesore të Shqipërisë, pasi edhe energjia elektrike dhe minerale lidhen drejt për drejt me çmimin që është përcaktuar në bursë, i cili nuk është në valutën shqiptare. Kështu që do të kishte një rënje eksponenciale të eksporteve dhe një përkeqësim gjithmonë e më të thellë të bilancit tregtar, e cila do të prishte çdo lloj balance tashmë se pavarësisht se kemi patur probleme, pas kanë ardhur të themi çdo 2-3 vjet cikle të ndryshme të rënjes së euros dhe sikur është përshtatur tregu vendos. Një lëvizje e tillë kam përshtypjen që do të ishte shkatërruese për ekonominë shqiptare dhe për eksportet shqiptare. Rumullaku, a është kjo arsyeja pse këta nuk e formalizojnë bursën? Shiko, nuk është problemi të bursa. Problemi është që në këtë rast kemi të bëjmë me një lloj, pra, ky është një fluks i cili nuk krijohet në Shqipëri. Ky është një fluks ilegal i cili lidh ekonominë, ndoshta ekonominë, nëse mund të themi, Amerikën Latine me Europën, po ky është një fluks ilegal i cili ka të pamundur të investohet në Europë. Pavarësisht se përdor paratë evropiane, po flas në Hollandë, Belgjik apo Francë, nuk është e pamundur që këto flukse të investohen në Europë dhe gjenden mënyrat që këto flukse të vinë në Shqipëri, si nëpërmjet kanaleve bankare, ashtu edhe nëpërmjet